Përshëndetje, në këtë video të të mësojmë një efekt interesant me Adobe Illustrator. Ok, hapi parë, shkomi e klikojmë një rreth këtu, me Shift, e krijojmë kështu prapërsisht, dosim në center. Këtu të ngjyra, pja hekin ngjyrën Kate, dhe më thonë kjo e deaktivizon ngjyrën, ndërsa këtu të stroke, e ka ngjyrën e zezë, ndërsa këtu e menaxhon masinë e stroket. Po klikoj dy herë, e klikoj prapërsisht për shembull 300 piksela. Hapi tjetër shkoj te këtu te stroke. Nëse ju nuk e keni këtu stroke, shkoni shfaqni te Windows, e keni stroke, apo Ctrl F10 ju shfaqet stroke. Ok, këtu te stroke, vetëm nëse klikoj këta, shikoni si bëhet. Sa më shumë të arriti, do të thonë stroke-in, shikoj këtu pikat bashkohen, do të thonë kena mundësinë me rrit apo me zvogëlu. Përveç sajna këtu, mumi me shku me bu ma pak, të më thonë kësi viza, apo nëse zvogëlomi numërin shkon të u bo ma shumë. Shikone. Varsisht prej dëshirës mu me vendos. Që këtu po klikoj fshat 500. Shikone. Nëse du me ndryshu ngjyrën, atëherë klikoj këtu, klikoj 2 herë, edhe pastaj vendosi çfarë do ngjyrë du me dhon ti simbole.